Teatri Migjeni në Shkodër mirëpriti koncertin Kudo Bashk, një aktivitet artistik me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara. Përmes muzikës, këngës dhe interpretimeve në skenë, ata përcollen mesazhe për pranimin, barazinë dhe gjithëpërfshirjen në shoqëri. Është qëllim që ne të shpërndajmë atë frymën e solidaritetit dhe vizionin dhe thirrjen për të parë nga këta të rinj të cilët kanë shumë nevojë. Ne sot jemi këtu për t'i bërë thirrje popullit Shkodrës, ata që kanë mundësi ekonomike, por dhe ata që s'kanë. Mos mendojnë se secili nga pak mund të bëjë gjën e madhe, që këta të rinj të kenë një qendër ku ata të marrin mundësi për të zhvilluar dhe për të aftësuar. Në kuadër të aktivitetit, organizua edhe një ekspozit në hollin e Teatrit Migjeni, ku prezantuan punime artistike të realizuara nga fëmijë me çarrregullim të spektrit autik, në kujdesin e artizanes Blerina Kalthi. Të punosh me fëmijët është një privilegj, një dashuri dhe diçka shumë e bukur. Është të marrësh çdo ditë vlerën e jetës në atë qendër me fëmijët me spektrin e autizmit, ashtu siç vetëm ata dinë që ta japin. Aktiviteti kishte për synim ndërgjegjësimin për rëndësinë e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në jetën kulturore dhe shoqërore përmes fuqisë së artit dhe bashkëpunimit.